Në 10 vjetorin e My Freedom Day, shkolla finlandeze tërheq vëmendjen e mediumit prestigjos amerikan CNN, i cili ndiqet nga mbi 300 milion shikues në ditë. Edhe këtë vit, CNN ka pasqyruar aktivitetet e nxënësve, të cilët përmes artit dhe kreativitetit kanë dërguar një mesazh shumë të fuqishëm. Dita e lirisë dhe ekipi i saj janë shumë të rëndësishëm në arsimin tonë, duke i ndihmuar studentët tanë të bëhen individ të ditur dhe të integruar, duke pranuar që faqet e internetit për të drejtat e njeriut, veçanërisht ato për fëmijët, nuk janë të njëjta në të gjithë botën. Këtë herë, vëmendja është përqendruar tek ekspozita artistike My Freedom Day, nga reflektimi, te shprehja, te veprimi. Përmes pikturave dhe veprave artistike, ata kanë shfaqur se si artin mund ta përdorim si mjet për ndërgjegjësim dhe ndryshim pozitiv. Përshëndetje, unë jam Remzie Lloga, jam mësimdhënësja e artit figurativ këtu në shkollën finlandeze. Siç e shihni mbrapa meje ndodhet njëri nga projektet që kemi bërë për My Freedom Day, për 10 vjetorin e kampanjës që shfaqet në CNN çdo vit nga shumë shkolla të ndryshme në botë, po ashtu një ndër to fatmirësisht jemi edhe ne, që përfaqësojmë Kosovën. Këtu, nëse shihni, kemi bërë një mural, njëri nga projektet ishte një mural i bërë nga nxënësit e gjithë paraleleve të shkollës sonë, ku prezenton ngritjen e vetdijes për lirinë dhe për skllavërinë moderne, mund të themi, e cila ishte tematika kryesore e My Freedom Day. Si pjesë e fushatës, studentët krijuan ekspozitën murale 10 shtyllat e lirisë. Prapa meje ndodhet njëri nga 2 projektet, për të cilin vendosëm me bërë një mini ekspozit me 10 piktura, që e përfaqësojnë edhe 10 vitet e kësaj kampanje, me që është 10 vjetori. Secila pikturë paraqet nga një tematik sociale ose problematike që ndodhet sot momentalisht në botë. CNN ka përzgjedhur projektet e shkollës finlandeze si ndër më të veçantat në Evropë, duke e bërë Kosovën pjesë të rrëfimeve pozitive që shfaqen përdit në një nga rrjetet televizive më të mëdha në botë. Nxënësit janë vlerësuar për përkushtim dhe vizionin e tyre për një të ardhme më të pastër dhe më të gjelbër. Ka qenë një kënaqësi e veçantë për shkollën tonë dhe një krenari, për shkak se në mesin e mira shkollave kudo në botë, ata kanë zgjedhur aktivitetet tona për mi pasqyru. Është një një nder kur ata zgjedhin aktivitetet e një shkolle finlandeze e cila vepron në Kosovë, mirë po që po ka një impakt kaq të madh në mbar botën me aktivitetet e cilat po lën një shenjë tek të rinjët kudo në botë. Ata i kanë vlerësuar aktivitetet tona në një nivel shumë të lartë dhe i kanë zgjedhur ato dhe i shfaqen vazhdimisht, jo vetëm në këtë ditë e cila është shënuar dje me 15 prill, mirë po vazhdimisht shfaqen në rrjetet e CNN. E udhëhequr nga parimet e sistemit arsimor finlandez dhe standardet ndërkombëtare të arsimit, shkolla finlandeze vazhdon të ndërtojë një mjedis ku fëmijët mësojnë përmes përvojës, lojës dhe krijimtarisë. Dhe kjo ekspozitë qëndron si një pasqyrim i mirëkuptimit, empatisë dhe gatishmërisë së studentëve për të mbrojtur një botë më të drejtë dhe të barabartë.